Këtu ndodhem në tregun e fruta perimeve të Zogu Zi në Fier. Është tregu më i madh i fruta perimeve në Fier. Dhe unë kam ardhur këtu sepse një qytetar, ndoshta një shitës shkruajti që janë të shqetësuar për kushtet që këtu punojnë. Dhe në fakt këtu është një temperaturë që sa po futesh, ndoshta mund të perceptohet dhe si 40 gradë, sepse çatia e kësaj godine është e gjitha me llamarin, siç e shikoni, dhe dritaret si në mesjet. Dhe kjo është gjendja në të cilën këtu tregtojnë fruta perimet dhe duhet punojnë dhe ta qytetarë që e ndjejnë vapën si të gjithë ne, dhe për të nxjerrë ditën e tyre të punës duhet të punojnë në këto kushte skandaloze. Këtu janë dy probleme kryesore. Një i cili ndihet sa po futesh direkt në godinë, dhe është një temperaturë e tmerrshme, dhe kjo vjen si shkak e kësaj godini që është si një stall nga ato që ndërtohen me kushte primitive në terren bujqësor dhe jo për të tregtuar. Tu kemi mure nga frymë gjithandej dhe kemi një çati që është vetëm me llamarin, ka zero termizolim dhe perceptohet një temperaturë sikur tu mund të jenë 40 gradë. Pra, ajo që shqetëson tregtarët janë kushtet skandaloze të tregtimit, që janë të rënda dhe për shëndetin e tyre, dhe janë kushte që dëmtojnë dhe produkten dhe ulin cilësinë e ushqimeve, duke sjellë dhe prishjen e produkteve në kohë shumë të shpejtë, pra humbjen e tyre. Kjo është një godinë të cilën e ka në menaxhim Bashkia e Fierit, dhe minimumi që duhet ta rinovojë atë me standarde higjieno-sanitare dhe të jetueshme për të gjithë tregtarët dhe për qytetarët e Fierit që këtu vinë dhe blejnë produkte. Dhe tregtarët nuk e kanë problem që godina të mbyllet, por t'ju kthehet e rinovuar me kushtet që duhet, ama mbyllja të bëhet me një njoftim të rregullt, të thuhet në X datë do mbyllet, të mundsohen kushtet tregtimi për periudhën që do mbyllet dhe t'u rikthehet me të gjitha standardet e premtuara. Por deri tani të gjithë tregtarët me të cilët bisedova janë në terr, nuk e kanë haberin se çfarë do bëhet këtu. E kanë thjesht me thashë theme me fjalë të dëgjuara. Nuk ka asnjë informacion zyrtar që t'u jetë transmetuar. Dhe tjetra, ajo që është një shqetësim që kanë tregtarët, është konkurrenta e padrejtë. Ajo që ndodh jashtë këtij tregu është që mund të gjesh gjithandej thonë qytetarë që tregtojnë pa paguar asnjë taks, duke u bërë atyre në këtë mënyrë një konkurrencë të padrejtë në produktet që tregtojnë.